Trinçeku, ai tha që federata duhet ta bëjë kërkesën e para. Federata thotë që nuk ka pas heqje të simboleve, ndërkaq menjëherë pas federatës mund të bëjë kërkesë Ministria e Kulturës, apo jo? Shteti i Kosovës. Ajo mund ta mbështesë Ministria e Kulturës, sigurisht se po vetëm tash zoti Zesiri. Zoti Zesiri, ajo pjesa e djegjes flamurit aty në fakt nuk ka shumë punë Federata e Futbollit të Kosovës. Aty është puna shtetërore. Sa ajo ka ndodhur po institucionet sepse ka ndodhur jashta kongresit. Edhe pse raportohet që ai flamur ka qenë pikërisht i kongresit, mirë po djegja ka ndodhur në qytet dhe me këtë ndoshta nuk do duaj fort mirë Federata e Futbollit të Kosovës. Po heqja e simboleve në Tryezën e Kongresit. Në Tryezën ku është mbajt, në sallën ku është mbajt Kongresi i 49 i UEFA-s, aty duhet të reagojnë për mos shfaqje nëse kanë qenë kështu të simboleve apo largimin e simboleve të Republikës së Kosovës. Tash, në bazë të reagimit që e kemi lexuar, besoj e ke pa edhe ti, ka pa edhe Blendi, thuhet që sipas Federatës së Futbollit gjithçka ka shkuar në rregull dhe sipas protokollit të UEFA-s. Unë nuk e di si është protokolli i UEFA-s në organizimin e këtyre ngjarjeve, besoj që shumë pak kemi dieni rreth protokollit të UEFA-s, nuk e di nëse një dokument i tillë është publik dhe ne mund t'i qasim edhe ta dokumentojmë një gjë të tillë. Mirë po, nëse sipas Federatës së Futbollit të Kosovës gjithçka ka qenë në rregull sipas protokollit të UEFA-s, atëherë si mund presim ankesë apo diçka në drejtim të UEFA-s. Këtu është pyetja ime, se kështu edhe pyetja edhe ministrin. Ai thotë sipas protokollit të shtetit, pjesa ceremoniale sepse vendosen flamoj kur kanë ullë përfaqësues të shteteve ose përfaqësues të federatave. Me pas kur ata tulen, sipas protokollit të shtetit, ata kanë mujt, ashtu i ka marrë informacionin që i kanë hedhë gjithë flamujt, jo vetëm të Kosovës. Por gazetori, me nguti, sepse ka qenë gazetori sënë që ka qenë një medjes ndërkombëtare, e ka bu fotografin vetëm të Kosova që Federatën e Futbollit të Serbisë me e qitë pak ma patriote para popullit serb, edhe që ata me njerë kanë dorë me deklarat që këto ne nuk e kemi ditë që o vendosë, por pas e murën vesh, e hekem flamujnë e Kosovës dhe morën në fiksistat. Kështu që ne nuk kemi më pomje pas pjesës ceremoniale të vazhdimit të kongresit të FIFA-s dhe UEFA-s që kanë ndodhur në Beograd. Unë e më shumë po du mi besu informacioneve që kanë orë nga përfaqësues të Federatës Kosovës, se so ato që i kemi po reagimin e Federatës së Futbollit të Serbisë. Po këtu duhet me qenë i shqetësuar më shumë se so Kosova kryetari i Federatës së Futbollit të Serbisë, zoti Armando Duka, i cili me pëlqimin e tij, me siguri dhe me pëlqimin e qeverisë shqiptare, është organizatore e kampionatit. Për çka më shqetësu zoti Duka, zoti Zeshiri? Cila është arsyeja që duhet më shqetësu kur ai ata i ka bashkëpunëtor? Ne çdo herë, dhe unë jam fanatik i asaj që them, që ne jemi shqiptar të pjesës së Shqipërisë që jetojnë në Kosovë dhe që kemi dorë pas luftës me shumë njerëz të vrarë e që edhe shteti shqiptar i ka ndihmuar Kosovën në orë deri te sqarimi i vendit. Ndërsa, për me marrë pjesë e kombëtarja shqiptare U21, po fitu të drejtën e garimit, sepse unë që shë di, ajo si garu se nuk mundet me arrit më kualifiku, veç për me marrë pjesë si shtet U21, në këtë event, ka bu organizimin e këti eventi bashkë me Serbi, kështu që me qenë prezent edhe kjo Federata e Futbollit të Shqipërisë. Federata e Futbollit të Shqipërisë është ngunë me kërkesë që ka vonë në UEFA apo si shkojnë të rregullohet e futbollit dhe së bashku me Federatën e Serbisë organizojnë një lojë në Serbi, një lojë në Shqipëri. Por nëse Kosova kualifikohet dhe nëse i bjen që dhe Serbia me lujt në Kosovën në Shqipëri, çka do të ndodhë? Kështu që fajtor dhe fojnë kryesor dhe një përgjegjësi të madhe i bjen zoti Duka, i cili është edhe nën kryetari i UEFA-s, me sa unë kam njohur.